Në Itali u gjet inspirimi për rifunksionalizimin e tulltorës në Prishtinë. Prej viti 2006, kur në këtë fabrik nuk u prodhua më asnjë tull, shumë më larg kësaj u dha lajmi se aty mund të operojë një robot për ndërtimin e tullave. Sende që ka i bën roboti tash janë shumë më të shpejta, më precize se sa njeri. E tash e kam një befasi për juve. Jemi duke bërë edhe robotin në Prishtinë tulltore që ka me përdor materiale të reciklume, edhe prej materiale të reciklume me ndërtu tulla, 600 deri 1000 tulla në ditë. Njohës të teknologjisë pranojnë se ky robot mund të funksionojë në praktik madje në disa forma. Përdorimi i teknologjisë të zbatimit të teknologjisë CNC, me cilin këta robot e marrin një konstrukt ose një objekt me të çfarëdo forme dhe pastaj fillojnë ta vendin për ta formësuar sipas asaj që është kërkuar. Ndërsa forma tjetër është forma e printimit 3D. E dikush që shërbeu në tulltore për disa vjet, thotë se roboti mund të kryejë punë varësisht si është ideuar. Prodhon tulla, po duhet me pas lëndën e parë, ato riciklime duhet mi bon, mundet edhe pej mbetorina mu bon, dhe më honë dhejot, pa i duhet mu bluë me mbet një kohë gjatë, duhet na i thëj mu kalbë, dhe më honë me metën pasiv dhe jo, për mu regullu edhe jo për ndërtimin e tullave. Kryetari Rama lajmin për këtë dha nga Bienalja Venecias, nga ku thumboi mes rreshtash Ministrinë e Kulturës për punimet në sheshin George Bush, duke thënë se mund të ja ndalin edhe këtë projekt.